ku gjindem. Faleminderit ju. Zoti Gaxheri, po ecim drejt mecit të korrikut. Protesta në Tiranë vazhdon. Kemi identifikuar miq të jashtëm dhe të brendshëm. Mbrëm në kufirin me Maqedoninë u ndaluan 3 deputet shqiptar të Vlenit për të hyrë. Sipas tyre, arsyeja kryesore lidhet me pjesëmarrjen në protestë, pra që kanë mbështetur protestën. Por nuk kemi ndonjë sqarim ende zyrtar që ata kanë kërkuar Vleni. Kjo vjen pas shpatjes non grata të Iqbal Hududit nga Kosova, ndërkohë që është lakuar nga shumica edhe për përfshirje të rusëve në protestë, gjë që ambasada e mohoi, ambasada ruse në Tiranë. Por në tërësi ju si shikoni fundin e kësaj proteste? Cilat janë rrugët, skenarët? Po përfundimisht do thotë kjo protestë të cilën e kam ndjekur me interesin se kush i prin protestës dhe çka është epilogu politik. Nuk mund të ketë protestë pa epilog politik. Qofshin ata fermerë apo qofshin ata qytetarë të thjeshtë apo qofshin grupa apo identitete grupore të ndryshme, të cilat nuk kanë epilog politik, të sqaruar në detaje, do të thotë mund të dalin në 2 rrugë. Epilogu mund të jetë dy kuptimsh. Një është që ajo të eskaloj deri në vllavrasje civile, dhe 2 është që të mos mrrihet asnjë rezultat. Do thotë to janë do të thotë rezultatet që mund ta ketë një protestë e cila nuk ka leadership dhe nuk ka kërkesë politike, sepse qytetarët aty kanë dalë me shpërfaq një vullnet të tyre, i cili tani ose do shuhet ose do eskaloj, do të thotë deri tek vllavrasja. Dhe unë e kam përcjell këtë protest me shumë me shqetësimin, sepse nuk dihej se kush po udhëheqej dhe nuk dihin pikat të cilat protestuesit donin t'i arrin, pikat e fuqisë apo politike, rezultatin. Dhe unë këto protesta gjithmonë i shoh me një sy skepticizmi, sepse nëse është dikush në krye që thotë unë e dua këtë 3-4 pika rezultat, atëherë lën shumë hapësirë për të hamendur, hapësirë për do të thotë edhe për mendimin e influencave të agjentëve të huaj, po ashtu, por kjo nuk do të thotë që unë mendoj se qytetarët të cilët kanë dalë në protesta janë qytetarë të cilët janë të pakënaqur me qeverinë. Dhe kjo është do të thotë e pa diskutueshme. Me gjitha gjasat, nëse kjo protest pushon pa rezultat politik, pa avancim të interesit të qytetarëve, atëherë kjo mund të jetë shumë e favorshme për qeverinë Rama. Sipas gjitha gjasave ju thoni që kur bahesh në rënje, edhe protesta mund të shuhet. Po, nëse protesta shuhet pa arritje të qëllimit, do të thotë zotëri Rama do të merr një fuqi politike edhe më të madhe se sa e ka dhe një gëzim të autoritetit të tij më të madh se sa e ka tani. Jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe sigurisht edhe jashtë saj. Dhe do të thotë kjo ka qenë gjithmonë sa kemi folë për këtë protestë, kam ndjek me këtë qëllim, interesi im ka qenë se kush është të udhëheq edhe kush janë pikat e rezultatit. Nuk mund të shkojmë në një protest ku nuk dihen rezultati, ose të arrihet një qëllim me do të thotë me formë dhe mjete të cilat i bëjnë dëm Republikës së Shtetit të vitit 97. Apo të shkojmë në një protest kaq të madhe e cila shpëndahet pa një rezultat pozitiv, i cili do t'i shërbente qytetarëve të Shqipërisë së pari dhe qeverisë po ashtu. Tani me gjitha gjasat, nëse kjo protestë shpëndohet pa epilog, kjo protestë i shërben zotëri Ramës dhe qeverisë Rama.
çfarë po ndodh në Kosovë? Rezultati u certifikua, por negociatat pas skene kanë diçka konkrete apo jemi prapë drejt zgjedhjeve të reja? Në Kosovë tani fatkeqësisht ne këtu në Kosovë dhe në Shqipëri gjindemi me politika të majta të cilat do të thotë marrin hapa për drejtë së panjohurës, përderisa dhe gjindemi në një sistem internacional i cili ka atë drejtim të rrezikshmërisë së panjohur, dhe ne kemi mungesë do të thotë të konstruimit të institucioneve në Kosovë e cila do të udhëheq me popullatën. Këtu brenda partitë tona do kisha me thënë se pjekuria politike do të thotë është në regres, qëllimi shtetëror nuk është primar, duke marrë të gjitha partitë politike me rand pa përjashtim, por përgjithësia gjithmonë i bën barra më e madhe i bën kashi se sa partia politike ka fuqi në saj me vota. Dhe do të thoja më së shumti çka po flitet është për një marrëveshje që është përfolur dhe çka kemi parë është me marrëveshje për afrimi e LDK-s me vetëvendosjen. Tani a do të ndodhë ajo, nuk e di se si do të ndodhë dhe çka kemi thënë, kemi pa edhe në LDK për plasje të brendshme, tani edhe publike mes liderëve të Lidhjes së Demokratike të Kosovës, të cilën ne kemi shpjeguar shumë herët bashkërisht zotri Balla. LDK-ja përbohet nga 3 mendime, 3 grupe, ata që janë pro Partisë Demokratike të Kosovës, ata që janë pro lëvizjes së vetëvendosje dhe ata që janë centrik të Lidhjes Demokratike apo frymës Rogoviane e cila është ngulfatur brenda Lidhjes